Djenora 10 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov në bazë të urdhëresës gjyqësore kanë kryer bastisje në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të një 78 vjeçari në Tetov. Bastisja është në lidhje me dyshimin për vepër penale, raste të veçanta të falsifikimit të dokumenteve, e dënueshme sipas neni 379 të kodit penal. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar dokumente që lidhen me veprën penale. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do dorëzohet parashtresë përkatëse. Dje në orën 18:45 në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në trafikun rrugor Tetov kanë privuar nga liria 2 të mitur për shkak të dyshimit për vepër penale, sipas neni 297 të kodit penal, drejtimi pa kujdesshëm i automjetit. Personat e ndaluar janë një 17 vjeçar nga fshati Pallqishte e Epërme, i cili drejtonte një motociklet me targa të Tetovës pa pasur leje drejtimi, dhe një 16 vjeçar nga Tetova, i cili po ashtu drejtonte një motociklet me targa të Tetovës pa leje drejtimi. Të dy motocikletat janë konfiskuar, është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rasteve do të ngrihen padi përkatëse. Dje në ora 23:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në rrugën rajonale Gostivar, fshati Gradec, saktësisht në fshatin Debresht, ka ndodhur një aksident trafiku mes automjetit të pasagjerëve Opel me targa të Shkupit, i drejtuar nga një 20 vjeçar nga fshati Vranjoc, dhe automjetit të pasagjerëve Nissan me targat Gostivarit, i drejtuar nga një 32 vjeçar nga fshati Dobërdol. Në aksident ka pësuar lëndime të rënda trupore shoferi, të konstatuara në qendrën urgjente në Gostivar. Ndërkohë lëndime trupore kanë pasur shoferi automjetit Opel dhe pasagjerja në veturën Nissan, të konstatuara në qendrën urgjente në spitalin e Gostivarit. Inspektim të vendit të ngjarjes e ka kryer ekipi inspektimit të Departamentit për punë të brendshme Gostivar.